Edicioni e 108 i kompeticionit të ciklizmit Giro d'Italia ka mbledhur 180 ciklist nga vendet të ndryshme të Europës në një garë që ka nisur në etapën e parë nga Durrësi për të përfunduar në Tiranë. Ngjarja sportive ka krijuar një atmosferë festive në qytetin bregdetar dhe është ndjekur nga qytetarët të Durrësit dhe shumë turistë huaj të ardhur për këtë garë të rëndësishme për sportin e ciklizmit. Dy nga sheshet kryesore të Durrësit, shëtitoria Taulantia dhe sheshi Liria në qendër të tij, u kthye në arenë sportive dhe festive të premten, i cili mikpriti ngjarjen më të rëndësishme ciklistike Giro d'Italia. Aktiviteti u çel në orën 11 të paradites, ku në sheshin Taulantia organizatorët prezantuan pjesëmarrësit dhe historikun e kësaj gare të rëndësishme europiane. Në orën 13, sportistët pjesëmarrës petaluan një nga një dhe me grupe nga sheshi Liria drejt qendrës së qytetit për të mbledhur të gjithë së bashku në afërsi të plepave, ku nisi dhe zyrtarisht gara. 184 ciklistët do të përshkruajnë një itinerar që përfundon në kryeqytet në etapën e parë të garës. Veç ditës së premte, ku është etapa e parë që përfundon në Tiranë, në datën 10 maj etapa e dytë ka karakter kronometrik dhe do të zhvillohet e gjitha në Tiranë. Giro d'Italia ka krijuar një atmosferë të jashtëzakonshme për banorët e Durrësit, por dhe turistët e huaj që kanë ardhur këtë ditë në qytetin bregdetar. Kësaj gare janë bashkuar dhe ciklistët shqiptar. Ky është edicioni i 108 i këtij kompeticioni unik ndërkombëtar dhe për Shqipërinë në shera e parë që mirëpret këtë aktivitet të rëndësishëm.